Premtimi që mbeti në mes, reagimi i rrëqetës i Selvie Jaos për Shpat Kasapin në natën e parë të BBVA 5. Mbrëmja e djeshme, ndërsa dritat e shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 u ndezën për të mirëpritur banorët e rinj, një mungesë e madhe rëndonte mbi zemrat e të gjithëve. Shpat Kasapi, këngëtari i dashur që ishte parashikuar të ishte një nga protagonistët kryesor të këtij edicioni, nuk ishte aty. Sot zbulohen detaje që e bëjnë këtë humbje edhe më tragjike. Vetëm 12 ditë para se të ndëronte jetë, më 14 nëntor, Shpati kishte nënshkruar kontratën për të qenë pjesë e BBVA 5. Ai ishte gati për këtë sfidë të re, me plane dhe strategji për rrugëtimin e tij që do të niste më 20 dhjetor. Por fati deshi që ai të largohej nga kjo botë më 26 nëntor, duke lënë pas një boshllëk të pashërueshëm. Bashkëshortja e tij, Selvie Jao, ka thyer heshtjen me një postim që ka përlotur rrjetin. Ajo shprehet se e priti këtë natë me shpresën e pamundur se gjithçka ishte vetëm një vonesë e gjatë dhe se Shpati do të shfaqej në atë skenë. Roeli rritet pa dorën tënde dhe unë mësoj çdo ditë të jetoj me një dhimbje që nuk mësohet kur të shuhet, mbyll postimin e saj Selvia, duke treguar peshën e rëndë të mungesës së tij. Sonte BBVA 5 nisi pa Shpatin, por emri i tij mbetet i skalitur në kujtesën e publikut dhe në zemrën e familjes që ai deshi aq shumë.